Faleminderit. Po e përsëris edhe një herë. Korrupsioni enorm në Kosovë është motori i dialogut. Edhe Berlusconi është i korruptuar. Po këtë pasunin me mbledh atij, me jahta, me televizionin që i ka, me villat e shumta nuk bojnë as 1% buxhetit Italisë. A këta qeveritarë tonë ta shtyhen me buxhet. Edhe aq më tepër që këta pasurinë e kanë për shtresës mesme dhe të varfër se sistemi tatimore fiskal në Kosovë është i tillë. Po them edhe një herë, nuk mund të ketë dialog me Serbinë pa që të qeverit korruptume. E me këtë qeverit të korruptume do të ketë vazhdimisht koncesione, herë me dialog e herë pa dialog. Këtu janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Brukseli për bindjen time është edhe një lloj konflikt interesi, sepse në njërin anë baronesha Ashton ndërmjetëson në dialogun Kosovë-Serbi, ndërkaq në anën tjetër e kemi EULEX-in si shprehje e politikës sigurisë dhe mbrojtjes Bashkimit Evropian me fuqi ekzekutive në Kosovë. Po thuhet që numri i zyrtarëve institucionale qeveritar që janë në hetime në Kosovë nga EULEX-i është 3 shifror. Prandaj këta njerëz që janë në hetime ku prej 31 CD-ve të vetëm një procesi doli një CD, mbas edhe jo e plot me këtë pronto aferën, mund ta merrim me mend se kush po na përfaqëson e cili do të jetë rezultati. Mendoj që ai qytetari i Kosovës që ka edhe shpresën më të vogël në këtë dialog ndodhet në një moskuptim të thellë procesit. Edhe bëhet fjalë për ose për ndaj padituri të jashtëzakonshme ose për, le të themi, naivitet. Nuk mendoj që spari nisi dialogu, mandej u përcaktua agjenda dhe tash e presim marrëveshjen. Jo, renditja është e kundërt. Nuk i paraprin dialogu marrëveshjes, marrëveshja i paraprin dialogut. Prandaj ka qenë njëherë një dialog për dialogun. Para se të filloj dialogu i zonjës Edita Tahiri me Borislav Stefanovićin e Serbisë, ka qenë dialogu Thaçi Robert Cooper edhe Thaçi Ashton në shtatorin e vitit 2010. Lëvizja vetë vendosë qysh atëherë ka tërheq vërejtjen. Se atëherë këta janë marrë vesh. Po them edhe një herë, marrëveshja i paraprin dialogut, jo dialogu marrëveshjes. Dhe aty janë dakordu edhe për agjendën e cila e përjashton edhe shqiptarët në Serbi, edhe e kufizon atë në çështjet brendshme të Kosovës. Nuk fillon dialogu pa u marrë vesh për agjendën e dialogut. Nuk mund thuash ti tash, po e nisim dialogun e mandej do të merremi vesh për agjendën. Çka ka ndodhur ka qenë e kundërta. Baronesha Ashton, Robert Cooper, këshilltari i saj, e për ta kuptuar ideologjinë e krejt kësaj pune, duhet me lexuar 2 libra të Robert Cooper. Njëri është Breaking the Nations, tjetri është Postmodern State. Pa lexuar ata 2 libra nuk e kupton çka po ndodh në këtë trekëndshën Bruksel, Beograd, Prishtinë. Sepse unë mendoj që ideologët kryesorë të Bashkimit Evropian, kuptimin e zgjerimit të tij, janë Karl Bildt dhe Robert Cooperi, por kjo është një temë tjetër. Po them edhe një herë, pra, këta janë marrë vesh për agjendën, janë marrë vesh atje qysh në shtator vitit 2010 që vetëm Kosova do të diskutohet në këtë dialog, janë marrë vesh që është pa kushte për Serbinë dhe mandej ka nis dialogu. Nuk nis dialogu me aq shumë të panjohura, që prit të shohim çka po ndodh. Jo bre, po 90% kryhet para se më nis dialogu. E në ato ka marrë pjesë sërish ky kryeministri i korruptuar. Prandaj, duke pas parasysh këtë gjë, ku edhe kornizat e një marrëveshje tashme në formën e statusit special autonomisë për veriun, edhe agjenda janë përcaktuar qysh moti me politikanë qeveritar të korruptuar, ne nuk mund të mojmë shpresë që me këtë qeveri do të mund të kemi rezultate të mira tash. Prandaj, po them që veriu është fillimi i kompromisit. Veriu është pjesë e kompromisit, sepse Serbia po e don bashkësinë autonome për komunat serbe dhe ky kryeminist për Mehmet në pushtet ka treguar që nuk heziton dhe nuk ka skrupull që të shkoj edhe më larg se sa imagjinata e cilit do pesimist. Tash unë kam vrejtur edhe diçka kohëve të fundit.
në përputhje me platformën e Serbisë, që po e donë si një lloj Vatikani serb brenda Kosovës. Qysh në vitin 2005, kur pa të nisë me manastirin e Deçanit, për ta zgjeruar eksterritorialitetin në 45 zona të veçanta, tash kanë nisë sërish me ngus manastirin e Deçanit, duke vullos Gjykata Supreme një vendim të Kosit Miloševićit vitin 1997, para se me kalu në fuqi shtesë për këto zonat e veçanta o dikun tjetër. Deçani ka papunësinë më të madhe në Kosovë. Është vendi më i shkatërruar për luftës në Kosovë. Edhe kanë thënë që kur këtu e bëjmë tjetër ka na shkon kollaj. Sërish kanë nisë tash, e keni pa që kryeministri ka thonë njësie veçantë e policisë për kishat dhe manastirët ortodokse. Lexojeni aneksin 2 të rezolutës 1244, thotë qindra personel të sigurisë i kthyt e kishat dhe manastirët ortodokse. Pra, praktikisht kryeministri i rezolutës 1244, forcat veçanta për to. Unë po them, është mirë ta kuptojmë në çfarë procesi na kanë fut edhe po na udhëheqin këta politikan në mënyrë që ta ndalim e dalim për ti.